Të nderuar miq, të nderuar shok, të nderuar detar marinar. Sot jemi në një ambient krejt të veçantë. Jemi në kishën e Ziçishtit, ku shërben atë Viktor Konomi, një pasardhës i disa klerikëve nga fshati, por ka dhe një veçori tjetër, sepse atë Viktori ka qenë marinar. Pak kush e din të fakt që se si një ish marinari i bazës Pashalimanit u bë një klerik dhe ringjalli kishën e Ziçishtit, një nga kishat, siç thamë, të vjetrat të zonës së Devullit. Atë Viktori, pa të rënduar në kujtimet tënde, se ti ke shumë kujtime nga jeta, ke kujtime për besimin tënd, për punën e sakrificat e tjera, por unë duhet nga të ringjall pjesën e kujtimeve tuaja për dedin, për marinën. Si ju bashkuat radhës së marinarëve, domethënë nga fshati Ziçisht, si shkuat marinar? Natyrisht nga Devulli ka pasur edhe disa të tjerë. Por ju, duke u futur në vitet 60, domethënë, çfarë mbani mend nga ajo periudhë që ju shkuat marinar nga Ziçishti e veshët edhe uniformën aty? Do mundohem të kujtoj disa ndodhira, por puna është se vitet që në vitet kur jam bërë klerik, disa gjëra nuk i kujtojmë dot mirë, sepse edhe mosha na bën prisa, por megjithatë mund të themi diçka. Kur do nisa qa për ushtar, në shtëpinë tonë, që përbeheshe nga 3 djem edhe 4 vajza, asnjë nuk banonte. Tu, të gjithë banonin në qyteteve. Edhe me qenë se babaj me maman ishin vetë, u lutet një personi, një kolonel që ka qenë nga fshati këtu, që ka qenë Korç, në degën e Korçës, i thot që ma të gosha djalin 2 vjetë, se mos më ik dikun i 3 apo 4 vjetë. Po tjetëri, thot ai, që do më në venjë? Në rregull, duke ditur e fjetur në mendje neve se jemi për 2 vjetë. Ose gjatëm, ipëm makinat, u nisëm, kthejmë majtat nga Rogozhina. Rogozhina kuptohet për nga Vlora. Mendja më shkoi, po ç'ne këti Vlorë, nga deti do vëmë. Si përfundim me shkolla e instruksionit. Shkolla e instruksionit në Pashaliman. Ma bëri nder. Kuptove? Kur e merr pastaj babaj thot si bëre, po unë ashtu e dinja, thot nëse u justifikua ai, rëndësi ka që nga 2 vjet vajta 4 vjet. Po. Këtu kjo ishte e para. Dohën ajo befasia e parë që ju gjasotiri Romet Pasha ma qa për 2 vjet, ai futi 4 vjet. Miku, miku bëri nder. Po e kish me Krusht, jo vetëm atu. Po miku. Familje nga këto Nikola Babliku do të njëjtë. Po, i njohun atë, si njohun. Erë motor Nikola i Po. I vllajti, kolonel. Jo bëri nderin ai. Si vajtëm në Pashaliman atje. Po sa ishin nga Devulli këtu, sa veta ishin nga Ziçishti? Maqina plot. Ashtu, a? Pekte nuk u kish. Nga fshati. Kish pekte, po ishin në një vit më përpara, apo në vit më vonë. Po, që i gjete atje, domethënë. Për jashtoj Janin, që ka qenë, se banonte Korçë. Kur vajtëm atje, bëm një vit të tërë pasuaj. Aty bërë shkollën e instruksionit, për çfarë dege bërë aty? Përgatitje që bërë aty? Për detar, për marinar, për kontrajror. Ashtu, për artilleri, anijeve, për artillerinë e anijeve. Po? E bere kafe në djale? Faleminderit. Unë nuk duar aki, po... Jo. Lera, mos të nëzirë të piti ndë. Dhe tash ti bere kursin aty, po çfarë mban mend një nga ata komandantët dhe nga ata oficerat aty? Po kishëm një... Tania, pikërisht të thash që me emra nuk mbaj mend ta që... Po nëse, po mbajte mend, mirë, po s'mbajte? Ali Poga ka qenë komandant i shkollës një periudhë. Pastaj kishëm një komandant kur vajtëm në Sazan pastaj. Po,
le të mbarojmë këtu me Pashalimanin. Pashaliman, si bëm gjithë të shkollë, atje kishëm një aktivitete kulturore dhe artistike. Dhe unë përndia me kërëdha një dhëllënti që i binja instrumentit kitarës, edhe kishëm një orkestrë nga Korça, midis tyre edhe unë. Edhe kemi bërë në Olimpiada, kemi vajtur në Shkapi, kërë bëshin ato punë, në Shkapi, Tiranë, gjetë në gjithë Shqipërinë. Edhe për një moment pastaj, vinim edhe kur rusët bënin mbrëmje dëfrimi, mbrëmje vallëzimi, në Dukat, kishme bërë një pallat kultura pallat kulture, apo po në Orikum aty. Vinim atje ditë të shtunave. I bini veglave. Në kjo se ke parasysh ndaj filmi që ishë një bardhok shu që e pyeste ajo, që e pyeste që për Molotova, për ka e pyeste për ato, nuk e disë këtojnë mirë, dhe filmi e ka qartë, që dhe shtë dinte për qeverin këtu edhe për qeverin andej. Ka që ishte punë e Pashalimanit. Do me thënë ju morët edhe me këto aktivitetet kulturore, artistike? Po, pikërisht mërshim gjithmonë, ditë të shtunave. Pa aty pasaj ke cila një shkove, apo... A pastaj me transferuan në Sazan. Shkove në Sazan, nga ndej. Si e prite këte lëvizje në të në Sazan? Po ajo pastaj ishë vendosur, ajo ishë për 4 vjetë, s'kishë lëvizje. Se atje Pashaliman pak mbanin, ajo ishë bazën, edhe atje e rëndësishme. Atje ishën ato 4 ciluruse që qushin, që ishën të shpejta këshu. Po. Ju arritët atje? Atje ju vendosa, në 4 ciluruse. Edhe atje kam edhe një ndodhi me Gjemali që më kujtove. Me pas Gjemalin, po. Si mundër bëni me rojës, djerë që bëni me rojë në pra to bankinat, që rojë që ruanim mjetet e anjeve, po binte shinjë natë shumë, më kujtohet edhe, nuk e di dushet qarkullonje, se nuk dukshin mirë andej disa, apo dojnë lëvizja që mund të dëgjoshe nga deti, apo që shtek, dushet televizja të shikonje të shërbehet. Mirë po gjatë kësaj ngarkese psikologjike që mund të kishe që vjen, nuk e di se si, kur shikoj nga vezmja që kisha këtu e fishekve, më kishëra në det. E po? Gjemali, Sol Gjemali, më kritikuan sa, jo se më bënuan. Në fakt, isha një nga Brazvica, Niko, Gjaqka, Niko. Ja, si mbaj me në bje më djallë. Ska gjë mos e vramënin, mos e shtu. A i isha për në burg, pako gje, po, ndëryrë ati, beri që në mos vinja, e po. Po, u gjetë ajo, Gjemali i gjeti ato? Gjemali i gjeti. Po, mirë, sa ju ishte kryesore, se po su gjetë që atërë, atërë do mërshin me ty, ata. A, se vërtet. Gjusë. Ishme shumë dashuri me Gjemali. Po, kështu... Afërsia gjithmonë të regon miqësi më të shëndetshme. Edhe sidomos kur je larkë pasaj që si që ishit juve në Sazan në një vend të vështirë. Po në Sazan 3 vjetë pasaj në dente? 3 vjetë. Me 4 cilurus? Me 4 cilurus. Banë me në nga ta oficerat, në nga marinarët, veç Gjemalit e këtyre në qose. Them drejten me emra nuk i mbaj mend, po mund të tregoj një mesele tjetër që ka të bëj gjene për të më dënuar mua. Po që të kanë djekur këto gjera këso atë? Ka ndodhur. Anijet, si që anë këto të turizmave që qarkullojnë tani të përdete, i ke venre, ka të sa duash. Edhe kishyrë në ujra tona një anje. Neve ishme, 4 ishme në nga dishmëri që neve dushe të kontrollonin. Ti ndiqni to? Që merëshim atë punë, edhe na u dha urdhë që dëvem atje ta takojmë atë, ta djerë nga ujra tona, të largohet. Ka drejtu i. E mirë, unë isëm një komandant lap për andej, Ali e kishemi, po Ali Sheu. Është Tiran. Nuk e di. Është gjallë, është Tiran. Do ta kontaktoj. Djali rish atëre, nuk e di. Do ta kontaktoj. Është në Tiran. Ai person, ai komandant. Ka komandani aty, komandant 4. Do ta kontaktoj. E do t'i bëj të fala. Unë isëm edhe me ato sinjalet japëm shumë me flamurke me njën tjetërën, nuk bindëshin ata. Ata e këshin hapën kovertën për Sipri, binte gjazi, kërfeni, lonin. Me qef tyra da? Qef të tyra. Jepe marrën edhe, jepe marrë këj komandantë unë ato, se u besë
Bjeri për para në i tërgojmë rrugë që në ndjekë, aha, i mërë të drejtim tjetër. A i paloste me juve. Po, ujnë ato s'keq që dhe më vjen dhe mua atje ku isha në fund, bile ka me një fotografi atje, gazeta e kishë marrë atëre, ishtë një gazetë, luftarake. Edhe, si që isha nga Kiqi e kishëm atë 2 mitroloza, nga 500-600 kishejgjët sa kishë ato njëra. Edhe më vjen e më thotë, djo thotë, nuk binden këta, thotë me kështë, pandaj ta, kur të themu zjarta dhe hapi njerë, tha, lëshoj njerë, tha. Lëshoj breshëri. Lësho, lësho ca, tha. E mirë, si u përpojmë që s'nabishë njën edhe më rëdhon, zjarta, edhe unë i shkela të tëra, ju rendi me të katra se ishtë pak më larkë, që do të thoshte që se i arxon gjithë të fisheke, kuptove? Mirë, baruam punat e detyruam atë, e mbajti me njërë stopa i të vend. Po se sa ndjoj krismat. E drejtuam, pastaj nduarmë jashtë më tanë. Mirë, po kur ardhëm pastaj reshtojmë atje në vakinat që të gjithë mbas detyrës. Që si mbas detyrës që çfarë bëm me fjalë, ishte kuptueshme. Edhe tetar Viktori tha dil nga reshti tha. E po më shkolli mendja që do marrë do 10 ditë lej. Se ti gjas batove urdhër o dit. Bera punë se ato e bën punën. Mendja kështu më shkolli. Për në i lej. Më tha. 10 ditë aresht ta kësa. Shko komandant për tretër. Po ti tha, jetër men ta, a zhojnë gjitha të fishek tha. 1200 të fishek tha. Po ti më theta, po të thash ta po, më të thash ti në bras një tërë thash. Shkolli që 3-4-5 tha, mjafton dhe puna, po ti më këtë thash thash. Atëre më shpëtovi ai kole, ta s'me kujtoj. Edhe ky rast, ai kole se ish oficer atje. Ky i Bradvicës ish. Mirë që i ka qelluar ai. Po ish atje, njishim me ta. Këto janë peripecit që ju keni hequr gjatë jetës, që të kanë lënë edhe ishje jo të mirë kështu. Po gjatë kohës ishit aty, erdhët në shtëpi me leje kështu, vinit ju jepni leje apo? Njërë në vit. Njërë në vit, lejnë që kishit aty. Po me marinarët e kështu si shkonit, si... Të shkëllqyër. Mardhanet. Jo vetëm në Savan, po e në Pashaliman, mbremjeve me qenë se i binja kitarës, unë dishim tërë marinarë që këndonim atje. Kena i fotografi nga e kohë kështu? Po më duke sikur kam një, po jo me ashu me kitarë, sikur se kam atje. Po i me shok me atë. Po do të shikoj me shok po. Do t'i kontrollosh e pasaj do komunikoj me që të... Kur dhe Liliana e japet, të shikoj. Të marqon edhe Liliana me internet kështu me atë. Unë djetë mirë pasaj, sepse nuk u realizuaj o dëshira nga 2 vjetë, kaloj 4 vjetë, si doli kjo punë dëshin, sepse ju nuk bet 2 vjetë, po bet 4 vjetë, një universitet. Do më thënë, si unë djetë në këtë shërbim që bet, po thëme ka që janë dhe ote familjes. Shumë krenar. Asë një përshqipjes në bende mua se do bi 4 vjetë, apo 2 vjetë. Kjo ishë përgjegjësia e babalarve. Ata kishën nevojë që të rinjam. Ndërsa për mua, nuk u ashtu në një... Për kundrazi, e ndjenja për... me dëshirë shumë. Edhe si detyrë, por dhe iku ajo emocioni fillimit të shi, unë da mendja të shi, 4 vjetë. Do e thënë ju, po në profesion aty mësuar në një diçka kështu nga jetë aty, që të shërbeu një jetë pasaj me mrapa, në diçka. Në një profesion nuk mora atje unë. Isha thjesht në një... Shërbim, shërbim edhe këto... Në një punë profesioni jo, vetëm... E vlerësova më shumë instrumentin që kisha me qenë se e perfekcionove atë. E perfekcionova atë. Do, u bërë edhe një muzikant më i mirë akoma. Po, ajo më ka shërbyer që më përpara, sepse kam qenë në Gjirokastër, para se të shkonja. Në festival dhe kështu, po pasaj e perfekcionove... Bile në Gjirokastër, fillimisht u vendosa si marangos në një ndërmarrje atje, në një zyrtari. Pastaj ajo duke parë që isha me kitaren edhe më mori estrada, më mori profesionist në rovë pastaj atje. Por u gjati shumë të vitet shkurtore, janë nga do një vit në një kështu pak. Ju keni bërë një shërbim flotës luftarake si muzikant, duke
shlodhur dhe argëtuar marinarët Po, që mbas vërtet. daljeve në det, Po. mbas 3 viteve, se dhe kjo ka vlerën e vet. Po, sigurisht. Se njerëzit kanë nevojë edhe të shlodhen, Muzika. të argëtohen. Të Këtë shlodh- detyrë të shlodh ju muzika. e keni bërë më së miri dhe kjo vërtet. ka qenë pjesa juaj e marinarit. Është e Prandaj vërtet. që dhe kjo duhet vlerësuar, duhet respektuar, duhet kujtuar. Sigurisht. Edhe nëpërmjet kësaj bisede që ne po bëjmë bashk, shumë bashkëmoshatarë tu që e kanë bërë, shumë detar të vjetër do kujtohen për marinarin Viktor Konomi, që sot drejton dhe predikon në një nga kishat më të rëndësishme ortodokse në Ziçisht të Devollit. Turoj Bile në tërë Devollin, duke filluar që nga Dardha e Oqishtin e shumë shatrat të tjerë që kam që shërbej e tani. unë do t'ju uroj shumë shëndet, si ish marinar, si klerik, si mik i familjes son, sepse unë miqtë e Timeti do t'i ndjek kudo që t'jem. T'uroj shumë shëndet.